Duaja është sebeb, është mekanizëm, është mundësi që ja zgjeron robit gjoksin. A dini për vllazën sot në kohën tonë sa kanë njerëzit, një prej problemeve më serioze të njerëzve sot është depresioni. Jam i sigurt që edhe ju këtu vazhdimisht dëgjoni e lexoni çfarë problemi të madh kanë njerëzit me depresion. Bilem ka prej atyre që kanë depresion ekstrem, depresion të thellë. Nëse don Allahu me të mbrojt prej depresionit, duaja është një prej formave që ta zgjeron gjoksin. Du m'ja u tregu një përvojë të dy ulemave të mëdhaj të respektuar të ummetit islam. Është një hoxh e ka emrin Sheikh Omar Muqbil, thot e kam provu praktikisht në jetën time. Sa herë më kanë ardhur njerëz të mërzitur me depresione, me strese, me gajle, me derte, ju kom thonë lexojini surën Alam nashrah laka sadrak shumë herë. Thot më kanë ardhur dhe më kanë thonë vallahi na ka largu Allahu atë mërzi edhe atë gajle e telashe. Një hoxh tjetër po thot me lexu dhe vot duhan. Për këto nuk ka argumente se dikush tani mundet me keq kuptu ose ku e diune. Nuk ka argumente nga ajetet apo nga hadithet. Mirë po, nëse njerëzit nga përvoja dhe nga praktika e tyre e kanë pasë një punë ka sukses dhe i ka bo hajrë shumë njerëzve, atëherë pse? Nëse ndonjë ditë je i mërzitu, me je i lodhu, me të kanë kap gajlet e telashet, provo edhe lexoje Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Se surja wa duha dhe Alam nashrah laka kanë drejt për drejt lidhje me pejgamberin. Dhe vallahi nëse e lexon disa herë, s'është më rëndësi 7, 8, 17, 30, sinqerisht Allahu ka më të larguar atë gajle dhe atë dert. E duaja pa dyshim është një prej gjërave të tilla. Ne nuk duhet të lejojmë të bim viktim e kohës botës materiale dhe materializmit ndikon tek ne dhe ne të krijojmë varshmëri prej kokrave. Do njerëz nuk i zën gjumi, thot hoxha në mos pi bensedina, ta shikom do më të forta, dozën më të forta. Subhanallah, po mundet një njeri më koni shqetësum. Po vallahi muslimani i cili merr avdes, edhe e fal namazin e vitrit, edhe bjen në shtratin e tij, e i bën lutjet që na i ka mësuar pejgamberi alayhis salam, e fillon me përmend Allahun, vallahi ka me flejt si kingji. Po nëse s'kap gjumi, ti jepi vetes obligim veç me përmend Allahun. Pa kufi, astaghfirullah, 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 la ilaha illallah. O ka më ardhi iblisi me ta pru gjumin sa i se duron ato. Se duron ato. Ai nuk don me të lënë me fitu se vape e thot tashtin gjumë më mirë. Subhanallah. Kjo është e vërtetuar nga praktika e njerëzve për ditëshmëri, o vëllezër, për ditëshmëri. Po nëse ti e krijon varësin prej botës materiale, atëherë është shumë problem. Ai ki pa do të mirë. Thotë unë nuk muj me vjet pa i pas ato në vesh edhe muzikë. Të mirë. Ta në gjina, do të më tarë gjina për këtë. Wallahi. Ka kriju varësi smojnë. Vesh muzika më shtinë gjëmë. Të mirë, të shkret. Dhe përdojnë, shiqoni sa të mirë jonë këta. Dhe bëni një krasim mes mu'minit, besimtarit vërtet, dhe këtyre të shkretve.